Vrasja e babait dhe të birit për hakmarrje tek dënimi me burg për jetë. Kush është i shumë kërkuari Florent Çapja? 44 vjeçari i shumë kërkuari i drejtësisë Florent Çapja u ekstradua nga Dubai drejt Shqipërisë. Çapja, i cili njihet si kundërshtar i Suel Çelës, është dënuar me vendim të apelit të GKK me burgim të përjetshëm për veprat penale si vrasja në rrethana të tjera cilësuese, grup i strukturuar kriminal, prodhim dhe mbajtje pa lejarmëve luftarake si dhe mbajtja pa lejarmëve të ftohta. Ai u dënua si porositës i vrasjes në 2012 të babe bir Nezir dhe agenti Beqirit në Elbasan. Çapja ndodhej në Dubai duke shijuar lirinë e tij dhe duke përfituar nga mungesa e një marrëveshje ekstradimi mes qeverisë shqiptare dhe autoriteteve të Dubait. Ka qenë një nga autorët e ngjarjes që ka zbardhur atentatin në banesën e 2 viktimave. Sipas tij, Çapja i ka takuar në zonën e Krapës dhe për porosi ka dhënë 50.000 euro. Për të mbuluar gjurmët, Florence dhe Ardian Çapja ditën që ka ndodhur ngjarja kanë shkuar në Maqedoni për të humbur gjurmët. Vrasja Gentian dhe Nezir Beqirit. Gentian dhe Nezir Beqiri u vranë banesën e tyre kur Gentian Beqiri alias Ardian Meta ishte në arrest shtëpie dhe ruaj me 2 policë në derën e shtëpisë pasi akuzoi si autor i vrasjes së biznesmenit të njohur Sokol Çapja. Ngjarja kjo ndodhur në dhjetor të vitit 2005, i cili dyshohet se u pagua nga fisi i Çelajve. Vrasja e Gentian Beqirit është kryer në ambientet e brendshme të banesës së tij, që ndodhen në lagjen Sporti Vjetër në Elbasan, ku teksa qëndronte i shtrirë në krevat pasi ishte i paralizuar, është shilluar për vdekje me 7 plumba të një pistolete me silenciator dhe më pas mbytën edhe babain e tij, Nezir Beqiri. Kjo ndodhi ndërkohë që jashtë derës së shtëpisë ruanin 2 efektivët e policisë, të cilët u akuzuan më pas për shpërdorim detyre. Të arrestuar për këtë ngjarje janë i penduari dhe bashkëpunëtori i drejtësisë Ervis Bardhi, Olsi Leku, Etienne Cani, Klajdi Dokoli. Ardian Çapja, Florent Çapja, Ervis Bardhi, Etienne Cani, Klodi Dokoli dhe Olsi Leku akuzohen nga prokuroria e posaçme se në vitin 2012 kanë vepruar si grupi strukturuar kriminal duke ekzekutuar në shenjë hakmarrje brenda shtëpisë së tyre Gentian Beqirin dhe tatin e tij Nezir Beqiri. Arrestimi në Dubai në vitin 2020 dhe refuzimi i ekstradimit. Gjykata e apelit në Dubai, me një vendim të shkurtit të vitit 2022, rrëzoi kërkesën e Shqipërisë për ekstradimin e të shumë kërkuarit Florent Çapja për vrasje të dyfisht. Autoritetet shqiptare paraqitën kërkesën në fillim të vitit 2021 për ekstradimin e tij me akuzën e vrasjes, armbajtje pa leje si dhe pjesëmarrës në krimin organizuar. Avokatja e tij shpjegoi se në atë kohë kërkesa ishte refuzuar sepse Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Shqipëria nuk ishin një marrëveshje ekstradimi dhe se Çapja sipas saj nuk ishte në Shqipëri kur është kryer krimi për të cilin akuzohet. Hetues shqiptar në atë kohë, në kërkesën e tyre drejtuar autoritetet e Dubait theksuan se Florent Çapja në vitin 2012 kishte paguar 2 vrasës me një shumë prej 50.000 euro për të vrarë Nezir dhe Gentian Beqirin. Lidhur me këtë ngjarje është në pranga edhe Xhaxhai i tij, Ardian Çapja. Policia e Dubait e arrestoi në vitin 2021 dhe 44 vjeçari u mbajt në paraburgim kur zbriti në aeroportin ndërkombëtar të Dubait në 31 maj të atij viti, por i mohoi të gjitha akuzat. Avokatja shpjegoi gjithashtu se për lirimin e tij, gruaja e Florencit kishte paguar 200.000 dha monedha e Dubait, ose rreth $55.000 2 muaj pas arrestimit. Megjithatë, çështja e tij vijonte të ishte pjesë e hetimit. Vetë Florent Çapja i tha gjykatës se akuzat dhe kërkesa për ekstradim kishin për qëllim dëmtimin e reputacionit familjes së tij, e cila ishte pjesë e garës së zgjedhjeve në Shqipëri, spak për konfiskimin e pasurive. Prokuroria e posaçme ka kërkuar në janar 2025 konfiskimin e pasurive të Florent Çapja, i cili akuzohet edhe se porositi vrasjen e Sokol Sanxhaktarit e dhëndrit të Qazim Saidinit, pasi dyshohet se rrjedhin nga aktiviteti i tij kriminal.